me mua është nga personazhet më të dashura të mit në rrjetet sociale. Ajo njihet për origjinalitetin dhe çiltërsinë e saj. Deborah ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me familjen e saj dhe vendimi i saj për të emigruar në Mbretërinë e Bashkuar dhe për të studiuar këtu mund ta quaj që është tepër guximtar. Deborah, shumë faleminderit që je këtu me mua sot. Grupi, faleminderit ju për ftesën. Jam shumë e lumtur edhe unë që jam këtu. Deborah, ti je nga Durrësi? Po. Vjen nga një qytet bregdetar dhe ke një marrëdhënie shumë të ngushtë me familjen ashtu siç unë e përmenda. Po, e vërtet. Si është të rritesh në Durrës dhe të kesh këtë marrëdhënie kaq të ngushtë me nënën, me prindrit? Të rritesh në Durrës është aq bukur sa është në çdo qytet tjetër, besoj, në Shqipëri, se kur je fëmijë, po edhe në botë, kur je fëmijë nuk është se di shumë gjëra, edhe çdo gjë të duket shumë e bukur. Po, me thënë drejtën, unë kam pas një fëmijë shumë bukur nga pjesa emocionale, se gjithmonë jam marrë me Pallatin e Kulturës, te çdo shfaqje shkollës kam qenë gjithmonë protagoniste tek çdo gjë, edhe arsye kryesore ka qenë gjithmonë nona, që më ka çuar çdo herë në balet, në teatr, çdo gjë që bënte Pallati i Kulturës, kam qenë edhe unë aty prezente. Kështu që ka qenë e bukur nga pjesa artistike, po edhe në shkollë kam qenë gjithmonë shumë zënse mirë, po, me shumë shoqëri, po. Kështu që gjithmonë kam qenë shumë e lumtur si fëmijë. Prandaj edhe kaq pozitive se je rritur me një kulturë nga mbrapa. Po, mundet tjetë edhe kjo. Si është, me që përmende nënën, ti the që ajo ka qenë shtysta jote më e madhe për këto aktivitetet kulturore dhe unë kam parë edhe videot e tua me atë, janë shumë të ëmbla, shumë të bukura. Si është marrëdhënia jote me nënën? Është super ta nisur direkt nga nëna. Patjetër. Do i bëj shumë qefi kur ta shikoj këtë video, pavarësisht se bën sikur s'don të dalin në kamera, po ajo është duket bën sikur s'do, mirë se e kam vënë edhe unë që bën, po Deborah, po pse po më nxjerr, po ndërkohë i sjell ato gjërat aty i përgatit, i bën gati. E ka natyrale. Edhe mendoj që jemi kështu familje artistësh, sepse nona edhe këndon, është gjithashtu sportiste, papame, pavarësisht se asnjëherë nuk është bërë profesioniste te pjesa e sportit ose artit, zgjodhi të ishte rroba qepse, zgjodhi në thojza, se gjithë e dim si ka qenë koha. Po ai shpirti artistik na e ka pasu edhe ne nipërve dhe mbesave. Vllai im i bie pianos, kushërinjtë e vegjël kuptohet që kanë vesh për muzikë. Unë pata këtë pjesën tjetër, ndoshta jo me shumë vesh për muzikën, po nuk e di, kam qef kamerat, kam qef pjesën kur ti të paktën kur isha e vogël, kur luaja këto dramat ose teatr, që ti isha gjithmonë aty në vëmendje të publikut. Ti ishe gjithmonë protagonistja, kam përshtypjen. Po, në ca role, edhe gjithmonë më pëlqente, dhe shikoj tani sidomos me TikTokun që kam një connection me nonën që nuk e kam me asnjëri tjetër, se pavarësisht sa shumë ndodh ajo që mos ta shfaqi sa shumë qef e ka natyrale, edhe shumë e thjesht bësh video me nonën. Kur bëj video me mamin, për shembull, mami do që çdo gjë të jetë perfekte. Edhe gjithmonë kemi debate, se unë jam shumë e thjesht, shumë spontane, nuk është se e vras mendjen se gjërat mbrapa janë rrëmuj. Ashtu jemi gjithë, jemi njerëz, kurse mami ishte kundërta, edhe prandaj me nonën më ecin videot. Te këtë kimin me nënën. E kam shumë fort kimin, po. Ti përmende pak edhe pjesën e investimit që ka bërë nëna dhe familja jote te rritja jote dhe te shkollimi jote. Dhe mua më lind pyetja të them që ata kanë qenë shtysit kryesor të tut që ti ke marrë vendimin për të emigruar në Angli? Vizioni prindërve të tu, më trego pak, si e more vendimin për të emigruar? Besoj që kanë, patjetër që kanë pas rol mami dhe babi, as nuk diskutohet, po edhe nona nga ana tjetër. Po ka qenë edhe shumë natyrale, sepse në momentin që kam ardhur në Angli, ishte shumë normal që gjithë studentët, paktën ato që mësonin, do studionin jashtë. Po temendja ime nuk ka qenë kurrë ideja që do vinë në Angli. Pra ti asnjëherë nuk e ke ëndërruar ose e ke menduar që të emigrosh jashtë shtetit dhe studiosh jashtë shtetit? Jo, jashtë shtetit e kam menduar, absolutisht. Gjithmonë ideja ka qenë që nuk do isha në Shqipëri kur do bëja universitetin,
por jo në Angli. Në Angli nuk ka qenë kurrë të ëndrat e mia. Të mamit po. Mami është e fiksuar me kulturën angleze, me veshjet, me ndërtesat, me çdo gjë që ka lidhje me Anglinë dhe patjetër me shkollat. Kështu që një ditë bukur kur unë vendosa të bëj provimin e SAT-it, Ti ke, më falë që të ndërpres, se vlem ta përmendim. Ti ke studiuar në kolegj. Po, te kolegji turk. Po, Edhe mendoj që kolegji ka pas shtysën e vet Kryesore. për faktin që unë jam këtu, pavarësisht sa shumë strikt ishte, edhe unë nuk është se kam pëlqyer në shumë gjëra, po mendoj që po mos isha në kolegj nuk do ishte kaq e thjesht ky rrugtimi për të ardhur këtu. Edhe një nga arsyet sepse unë e bëra SAT-in ishte kolegji. Pra ata deri diku ta tregonin fiksa të rrugtimin që ti duhet bëje që në mënyrë që të studioje jashtë. Dhe kur bëra SAT-in, mendoj që kam kliku pa e mendu faktin që të dhënat e mia të shpërndashin me universitetet të tjera. Besoj nuk e mbaj mend që ta kem bërë me qëllim, do kem bërë me mendimin që punë e madhe, domethënë le të shkojnë këto rezultatet te universitetet, nuk ka problem. Dhe një ditë bukur vjen një pako e madhe te zyra e mamit edhe babit me emrin tim dhe normalisht pakoja hapet pa mua, presidente, edhe marr një telefonat nga mami që thot, më duket se të kanë pranuar në një universitet. And I was like, no, se nuk kam aplikuar askund për momentin. Nuk ishte ardhur akoma koha e aplikimeve. E diskutum, erdhi pakoja sipër, mami e kishte parë, kishte lexuar çdo gjë, po i kishte mungu një detaj vogël, që unë e kapa dhe gjëja e parë që bëra është hapa atë revistën që të vjen me alumnis, me studentë që kanë qenë më përpara. Dhe tek faqja e parë ose e dytë, shikoj një emër, Ana Maria me shkurti, dhe që po ja përmend emrin sepse është ndoshta shtysa më e madhe që unë në fund fare kam marrë këtu në Angli. Ishte një shenjë. Ishte shenjë. Mami pa emrin dhe si që janë gjërat në Shqipëri, direkt e tha, si ka mundësi është Ana Maria, domethënë unë mamin e Ana Marias e njoh shumë mirë. Po, historia e njohjes është shumë e bukur e mamit të Ana Marias. Edhe fora me Ana Maria më tha direkte mos i dorë, dhe nëse të kanë dhënë kaq përqind bursë, do luftojmë që të marrësh edhe pak më shumë, dhe ashtu ndodhi. Dhe në fillim fare mendimin e Ana Marias kam kalu këto fazat e para të aplikimit, të pjesa që oh my god, sa shumë tuition fees edhe sa fees ke për të pagu për universitetin. Pra, ti aplikove, sepse dua ta bëj pak të qartë këtë pjesën më shumë për ndjekësit që për vajzat që po na ndjekin, sepse ndoshta do kenë interes për të aplikuar dhe ato dhe për të studiuar këtu. Ti aplikove nëpërmjet universitetit dhe pagesa ishte me bursë apo ishte plot? Unë nuk aplikova nëpërmjet universitetit, unë bëra SAT ose SAT-i në Shqip, dhe nga rezultatet e SAT-it mora një bursë që më ofroi. Është një provim amerikan. Me thënë drejtën, shpjegimin e gjatë nuk e maj mend tani, po që shkurt e ka SAT, është matematikë dhe anglisht. Dhe nëse del mirë te ky provimi, ke mundësi që të aplikosh në shumë universitete. Unë kisha apliku, është kryesisht për në Amerikë, po universiteti që në fund shkova më kontaktoi vetë mua për të shkuar atje. Dhe ti ke përfituar bursë? Dhe përfitova bursë, po. Shumë mirë. Të plot? Jo të plot. Kam fitu 60% vitin e parë dhe çdo vit me rezultatet e mira, nëse i mban, të shtohet edhe 10% bursë tjetër. Shumë mirë. Do më thonë, nëse ne mund t'japim një ide ose një advice vajzave që duan të aplikojnë për të ardhur për të studiuar këtu, kush do ishte? Unë do i thoja, bëni gjithë provimet që ju jepet mundësia. Ndoshta jo gjitha shkollat në Shqipëri ofrojnë, po mendoj tani është pak më ndryshe, ka më shumë informacion, dhe shkollat edhe të ndihmojnë vetë, po Google, sepse edhe unë mund t'jem pak e pa përditësuar mirë me provimet e reja, ama di që TOEFL, IELTS edhe SAT janë akoma nga provimet standarde që të duan për të shkuar kudo. Kështu që bëni provimet, bëni kurse, edhe ndoshta nëse keni mundësi të vinë në verë, edhe bëjnë ose ndonjë kurs ose një shkollë vere
këtu, Të vinë këtu. për ta parë paraprakisht. Se unë mendoj një nga gjërat që më ka step më shumë kur erdha është fakti që çdo gjë ishte e panjohur. Edhe duhet ta shikoja dhe ta përjetoja këtë jetën e re në të njëjtën kohë që isha dhe studente dhe më duhesha edhe mesatarja. Ti ke ardhur edhe në një periudhë tepër delikate të, le të themi, të moshës, është 18 vjeç dhe përballja me një realitet krejtësisht të ri. Është shumë e vështirë, si e ke përjetuar, sepse ne kemi unë personalisht jam larguar nga Pogradeci për të vajtur në Tiranë dhe e kam përjetuar shumë keq. Jo më të vish nga një shtet në një shtet tjetër, në një shtet që është akoma më me rregulla akoma më të forta për punën e vizave që nuk udhton dot e tjera e tjera. Si e ke përjetuar këtë ndryshimin? Në fillim fare isha shumë e lumtur se krijoja këto skenare të mendja ime para se të fleja gjumë edhe e përfituroja jetën time fiks siç është tani. Ashtu. Po kur erdha në fillim, javët e para kam mësu shok, po jo shok shu të thjesht, një shok të papar, pavarësisht se që të vegjël nuk është se unë nuk isha dalë, nuk isha vizitu shtetet e tjera, po fakti që isha vetëm më preku shumë. Ishte hera e parë që po largohesha nga mami dhe babi në atë lloj forme ku për çdo gjë duhet I dilja unë zot vetes. Kam pas suport të papar nga familja Xhaxhit edhe nga teta Gjyla që s'mund të rri dot pa e përmend. Por çdo ditë që shkoja në shkollë, e vetmja gjë që mendoja kur merra autobusin dhe kur u ktheja është si do flejon sot pa marrë erën e mamit. Dhe kjo më preu fare si njeri muajin e parë dhe deri diku dhe me veten time vendosa që do kthehem. Po, atë pyetja ime ishte a ke menduar ndonjëherë të thuash stop, do iki? Po. Do kthehem? Po, në fillim fare po. Sepse me sa di unë ti kishe edhe një marrëdhënie shumë të mirë me gjuhën, paka shumë e njifje gjuhën angleze dhe e flisje, domethënë një nga dhe të themi facilitetet ka shumë gjuha, por kjo nuk të bëri që të përjetosh gjitha të vetmin, le të themi. Gjuha nuk ishte problem fare, unë kam fol anglisht që 5-6 vjeçë, domethënë e kam mësuar në të njëjtën kohë si shqipen, fal mamit edhe kjo, por këtu kur erdha nuk ishte më problemi gjuhës, se unë flisja me shoqe, shkoja te leksionet, çdo gjë ishte shumë mirë. Ishte problemi te gjendja emocionale edhe mendore, që ishte shumë e rënduar, edhe unë shkoja në klasë dhe për herë të parë në jetën time kam bërë një provim dhe e lexoja letrën e provimit, e dija shumë mirë se çfarë duhet thoja edhe se çfarë duhet shkruaja dhe nuk e shkruaja dot. Edhe ishte hera e parë që mora një notë keqe, domethënë ishte shok pas shoku, fakti që për shembull dilje natën ose të ftonin çunat në date. Nga kolegji you're like, unë nuk mund dal me një çun direkte. Edhe u bën shumë gjëra bashk, kështu që e mora atë vendimin që do kthehem. Dhe mami thot forca jote për të qëndruar. Ja, do të tregoj, është shumë interesante se nuk është se gjeta forcën për një herë, thjesht ndodhi diçka dhe thash do e bosh edhe mbaroj aty. E vendosa për të kthy. Mami thot, "Ok, hajde këtë fundjavë, shiko, edhe të shmallesh pak. Vendin te universiteti në Shqipëri në shtet e ke gati, sepse deri diku edhe ajo mendoj që e kishte përgatit veten që mund edhe të kthehesha. Dhe ç'a bëj? Shkoj te një leksion fizike për mjekësi. Ka qenë ditë e premte kur kam shku me gocat që kam pas në klasë në kolegj, po. Shkova për një klasë fizike dhe kur hyra te klasa, domethënë ideja e parë ishte ç'a jam unë duke bë. Shiko klasën time në Angli me karrige që rrotullohen, edhe shiko klasën këtu që ti nuk ishe as ku të ulje tamam, ato karriget e druar, domethënë një gjendje depresioni edhe më e madhe tani se me ç'a më pan syt dhe pak a shumë po fajsoja veten dhe po thoja si mund të jesh ti kaq se I bie të mirës me shkelma. Po, ungrateful domethënë. Edhe e kalova te klasën e fizikës, deta deri në fund. Kur dola jashtë, I thash mamit unë do kthehem Londër të hënën dhe do e marr edhe këton, do e ripërsëris provimin dhe do ta mbyll semestrin me A.
që është ekuivalentja e notës 10 në Shqipëri, dhe nuk kthehem më mbrapsht. Dhe kur erdha, kjo gjë ndodhi. E kapa veten vetëm me idenë që ti s'mund të kthehesh tani mbrapsht edhe të lesh gjithë këto të mira që ke këtu, gjithë gjithë të investim që kanë bërë dhe prindërit në radhë parë për të kthyer në Shqipëri, dhe nuk është se të pret në gjë më e mirë. Që bërë vendimin e dur. Shpresoj. Ti përmende që kurset ishin shumë të mira, po si eksperiencë akademike si të duk? Edhe si eksperiencë akademike shumë mirë. Viti i parë ishte një çik i vështirë se sa ambientohesh me mënyrën e studimit, çdo gjë është me laptop. Të bëje ato e set ishte e tmerrshme në fillim, po pastaj ja merr dorën të gjithave. Kupton sa të rëndësishme janë referencat, kupton se si ti bish shkurt sa gjërave pa u mundu shumë. Edhe natyrisht i mëson disa gjëra dhe vetë, edhe të tregon, të mëson puna, të mëson shkollimi, se si ti bësh ballë disa gjërave, dhe shumë shpejt pas vitit të parë, që unë u fokusova komplet tek shkolla, një nga shoqet e mia Genta më tha, duhet fillosh një punë edhe ti, sepse shkollën e bën, pa merak fare. Ne në Shqipëri kemi bërë shkolla shumë më të vështira se sa universiteti që kam bërë unë këtu. Ashtu, niveli është, kam dëgjuar shumë për këtë, që shkollat në Shqipëri janë shumë më të vështira se sa këtu. Është e vërtetë apo është? Matematika që kam bërë unë në kolegj nuk krahasohet me matematikën që kam bërë në universitet. Ti ishe super përgatitur. E kisha shumë të lehtë. E kisha për të dalë me A. Për të dalë me A në matematik po, as diskutohej, po kishte raste domethënë që kapja dhe gabime që u bënin te provimet, edhe i thoja profesorit, shiko se kjo përgjigja nuk do dalin në rregull. Po ndodhin këto, shumë e thjeshtë shkolla. Kur ja merr dorën, bëhet shumë e thjeshtë në fillim me një stres të papar, o zoti i madh, diçka e panjohur për ty. Po pastaj dilnim darke të mërkurën, edhe pastaj tente në mëngjes kishe provim. Edhe ja dilje për t'i bërë gjitha. E ke shijuar këtë jetën studentore, pra të dalësh, të njohësh njerëz të rinj, të bësh connection? Pafundësisht shumë. Domethënë unë kam bërë shkollën full time, kam punu full time dhe kam dalë full time. I kam bërë që të gjitha dhe në asnjë moment nuk i kam lënë mangut vetes time asnjë gjë. Dhe kam pas një shtys shumë të madhe nga mami, që më ka thënë gjithmonë bëje, për çdo gjë që më dilte përpara, nuk më ka thënë kurrë jo mos e bëj këtë. E vetmja gjë që më ka thënë një herë jo është për një udhtim për të shkuar në Skoci, edhe e di dhe vet ajo që ka qenë gabim. Po gjithmonë domethënë për çat më jepë mundësia kam dash që të shkoj, dhe kur kam bërë MBA, masterin, kam qenë edhe më mendje hapur akoma, dhe kisha mësuar disa leksione nga hera e parë kur bëra bachelorin, dhe kur erdha herën e dytë për të bërë MBA, isha gati, dija çdo gjë që duhet bëja dhe që s'duhet bëja. Edhe madje disa nga shoqeve dhe shokëve që kisha më të afërt i thoya gjithmonë, bëni diçka tjetër, dilni nga klasa edhe bëni diçka reale, sepse klasa është ti jeton në një bubble në momentin që je student. Nuk ke responsibilities, nuk ke asnjë gjë që të duhet që të kujdesesh shumë. Pra del shumë thjesht nga situata, edhe nëse ke provim mund t'i thush atyre të shkollës që shtyhet ky provimi edhe bën pas disa ditësh. Kurse kur punon, kupton me të vërtetë se çfarë janë responsibilities, se tani nuk po më vjen shqip fjala, përgjegjësi. E kupton edhe vetë, edhe gjithmonë ja kam thënë, të njëjtën këshill që më ka dhënë mua Genta, ja mundu gjithmonë t'ja jap gocave dhe çunave të klasa, po edhe studentave të ri. Dhe zakonisht kur e shikoj që goca të reja ose studente të reja që sapo kanë ardhur në Londër, më pyesin se ça duhet bëjnë për të gjetur një punë, i them gjithmonë, o një internship gjatë shkollës, ose shkoni në prevent, dilni nga shtëpia dhe dilni nga klasa. Nëse nuk del, nuk njeh njerëz. Dhe këtu po nuk njohë njerëz, nuk bën dot asnjë gjë. Kjo është ajo që zakonisht paktën kam bërë unë dhe ka funksionuar. Edhe unë të njëjtin që do thoja, connectioni është ai çelësi i suksesit, le të themi. Se ti besoj ke nisë edhe më pak si më keq se unë, se ke pas një karrierë shumë të ndërtuar mirë në Shqipëri, edhe
e ke lënë për gjysmë të ke ardhur këtu. Unë e kam nisë më keq sepse kam lënë një karrierë shumë të madhe në Shqipëri, por kur kam ardhur këtu, mund të them që e kam pas pak më të lehtë se ty. Po. Sepse erdha në një moshë që isha e maturuar, kisha një eksperiencë, kisha dikë që më priste këtu para bashkëshortin tim që ai ishte suporti im I madh dhe por mund të them që 6 muajt e parë ka qenë shumë depresionuese ajo periudha. Pastaj isha me fat që gjeta punën pas 6 muajve dhe vazhdoj akoma aty te puna ku e kam gjetë pas para 3 viteve gjysmë. Bën edhe podcast sot. Bëj edhe podcast në kohën e lirë. Super udhtim. Debora përmende pak marrëdhënie me mamin dhe unë e adhuroj vizionin që ka pasur mami jot për le të themi për krijimin e jetës tënde ose për të treguar ty atë rrugën e duhur, le të themi, ku ti do shkosh. Si është marrëdhënia jote me mamin? Si dy shoqe, e di që shumë njerëz do thonë s'ka mundësi, po është e vërtet. Jam shumë krenare normalisht për të dy prindrit, se fakti që mami edhe unë kemi këtë marrëdhënien si shoqe sot, vjen shumë edhe nga babi, nga mënyra se si ai e ka pa. Nga gjithë fryma e familjes, patjetër. As diskutohet. Po që ne gjithmonë në shtëpi kemi një tip shakaje që çdo gjë që të bësh, domethënë mu dhe mami nuk është se na vë dot kundra njëra tjetrës. Mund të kemi debate gjithmonë fitimtarët. Po, mund të kemi debate shumë të shkurtra me njëra tjetrën, po që nuk hapen tek njerëzit e tjerë. Nuk ka mundësi që ty dikush tjetër edhe ta bëj debatin më të fortë ose më të madh. Jam shumë e lumtur. E adhuroj atë vizionin e mamit tënd për gjithë shka, me sa ti më ke treguar, si të ka udhëzuar është për të admiruar. Po, edhe ka momente që unë stepem edhe them jo, nuk po e bëj këte, ose jo, nuk po shkoj këtu. Mami thot gjithmonë, shko, mos rrin shtëpi, dil se jetës nuk e dihet kurse këdo njohësh në momentin që del nga shtëpia. E vërtet dhe një nga parimet e mia në jetë është mos thuaj kur jo. Do me thënë, kuptojmë, jo për gjëra që na prekin dhe na cënojnë neve, po për gjëra që ti ke mundësi ti bësh. Pra, unë gjatë gjithë karrierës time nuk kam thënë asnjëherë jo. Kam pas shefat e mi që nëse e shohin këtë podcast I përshëndes, kam pas edhe gjëra që si kam ditë I bëj, po e bën Fatjona, po e bëj. Dhe hyja, kërkoja, investigoja, bëja research derisa ta gjeja mënyrën se si ti bëja. Dhe kjo gjë më ka vlerësuar shumë. Po, edhe unë, edhe prandaj kam përfunduar duke punuar në futboll. Si është ti një vajzë të punosh në një ambient me meshkuj? Unë e di, po për ata që po na ndjekin. Është shumë interesante. Ka ditë, domethënë që mua m'pëlqen shumë se jam qendra vëmendjes. M'pëlqen çdo ditë kjo, mos bëj kështu kot, po ka momente pastaj që e kuptoj kështu shumë hapur se sa shumë I mungon çunave nganjëherë inteligjenca emocionale, edhe sa e rëndësishme është që ta kesh në majtë të dorës. Këtë pjesën tjetër, instiktin, mënyrën se si ne I përjetojmë gjërat si femra, po kam mësuar shumë, më shkalit durimin në një mënyrë që s'ta shpjegoj dot, edhe është gjithmonë qef, se aq me këtë pjesën që nuk e kanë shumë të fortë emocionin, I dëshojnë dhe gjërat po aq shpejt sa ndodhin. Është e lehtë punosh me meshkuj, personalisht e kam gjetur të lehtë. Do të pyesja për bisedat për sportin, po ti gja je në fushë sporti, kështu që nuk të bën përshtypje, se një nga gjërat që mua më bezdis në zyrë është kur ata fillojnë flasin për futboll. Unë së fundmi kam mësuar që Tottenham Hotspur quhen Spurs, kështu që That's good. Nga sporti do kalojmë dua të di pak pasionet e tua. Çfarë pasionesh ka Debora përveç krijimit kontentit? Dhe pastaj dua të më flasësh pak si të erdhi ky pasion I krijimit kontentit dhe TikTokut. Pasionet. Besoj një nga pasionet është kjo, domethënë më I madhi është më I madhi, po. Content creation që ndodhi shumë natyralisht, po përpos kësaj mendoj që ajo që bëjmë çdo ditë është zgjohem në mëngjes, shkoj patjetër te një klas ose spinning ose reformer, se di që tani reformer edhe matcha janë shumë
Po. trendi, po ka kohë që e bëj edhe e pëlqej pafund, dhe kur nuk e bëj më duket vetja sikur më mungon mungon. diçka, është normalisht më ndihmon për fizikun sepse me një kështu journey shumë të çuditshëm me peshën gjithmonë, kam thënë jo më dieta dhe du të haj aty që duan, kështu që shkoj në palestër për të qëndruar aty ku mendoj Ku do unë që jam Debora, edhe më ndihmon te kjo pjesa, por më ndihmon edhe te mendja shumë. Ato 45 minuta në mëngjes janë të Deborës edhe të askujt tjetër, nuk e hap as telefonin, kushdo që të mbi, në rast se është një gjë shumë urgjente, domethënë telefoni im në 6 AM to 8 AM është off, pak a shumë. Po 45 minutat e klasës është off, pra nuk preket e le gjithmonë te ajo të boksi aty dhe nuk e marr kurrë me vete. Pastaj së fundmi, po praktikoj edhe këtë pjesën e biçikletës që kam filluar të shkoj në punë me biçikletë. Po, të shkon me punë në biçikletë. Po, I love walking, pëlqen shumë të ecë në Londër. Më na e ka prish pak kjo koha me shi këtë vit. Që kur ka fillu viti, zyrtarisht çdo ditë shi. Po, që nuk eci dot aq shumë, po I love walking. Edhe duke qenë se nuk më pëlqejnë trenat fare as autobusat, mundohem që kudo ku të shkoj, nëse është poshtë 1 orë ecje, eci. Nëse është çik më shumë pastaj është e pamundur, po kjo ecja më ka ndihmuar shumë që ta njoh edhe qytetin shumë mirë, se njerëzit që më njohin mua e dinë që sensin e të drejtimit ndonjëherë nuk e kam shumë të mirë. Po, duke ecë kaq shumë e kam mësuar qytetin në majtë të gishtave. Po, në majtë të gishtave. Po, bicikletat pëlqen the që e përdor për distanca të shkurtra, për të vajtë në punë, për të shkuar në punë, apo për dalë shëtitje, le të themi. Për dalë shëtitje se përdor dot aq shumë, për shëtitje për qef, me thënë drejtën jo se eci zakonisht, po për të shku diku, nëse do dalë, nuk e përdor dot se jo takat, jo rrobat, jo palto, ne gocat kemi shumë probleme. Kurse për të shku në punë e kam gjetë super easy. Po, easy. Mua më ngeli pak mendja te pjesa e peshës që përmende. Po. Si ka qenë rrugtimi i jot me peshën? Rrugtimi ka qenë skandalos në shumë gjëra, po bëhem shumë e drejt për drejt tani. Unë kam qenë gjithmonë një fëmijë i shëndetshëm, arriti peshat në një pikë që nuk duhet të shkonte, po gjenetika, ndoshta keq ushqyerja kur isha studente. Pastaj në një moment e mora vendimin me shtys nga mami gjithashtu, që do të psohem edhe u dobësova. U dobësova, pastaj normalisht pas disa vitesh edhe ca kile i kam shtu, dhe duke qenë se kam këtë fobin tani nga dietat, nuk i bëj më dot, sepse kam bërë ca dieta drastike gjatë Covidit, kur kisha kohë, kisha energji, që të humbja peshën, kam gjetë të mënyrën tjetër, që pak a shumë e balancoj me palestrën, me exercising. A je ndjerë ndonjëherë bullëzuar me shoqëria për këtë? Po patjetër edhe sot, po të shikosh komentet e mia në TikTok janë grupi pse i shëndosh kështu, grupi duhet të dobësohesh, grupi që ke dobësu, prandaj e bë kaq e bukur. Oh my god, këto komentet, shëndoshe sa kile ke vënë, dobësohesh sa që ke dobësu. Po, I don't really care. Ajo mjafton që t'jem unë mirë për tjerat. Është një tipar i shoqërisë tonë, kështu që thjesht duhet mësohesh, është ajo të ndihesh mirë me veten tënde dhe cit. Grupi. Si nisi grupi? Grupi nisi nga hiçi për t'i treguar nonës se si gatuja. Në fillim fare këtu në Londër, nisi dhe grupi. Kam bërë disa video me Anisën, që ti e nje. E përshëndesim Anisën. Me Anisën kemi një histori shumë bukur. Po, ja vlen për të treguar. Për të treguar. Unë kisha pak muaj që ndiqja Deborën nga rrjetet sociale, dhe një ditë shoh një videon tënde me Anisën. Më troqi vëmendjen Anisa, një vajzë jo me tipare shqiptare, është latine Anisa. Po me tipare latine. Dhe më ngeli si fotografi në kokën time. Pas disa muajsh shkoj me pushime në një hotel dhe mbrapa kurrizit tim dëgjoj shqip. Kthej kokën dhe nuk më dukën si shqiptar. Tash nuk i kushtova shumë rëndësi për momentin. Pas disa orësh te pishina
prap me këtë familje nga Durrësi, një familje shumë e mirë, e përshëndes, nëse do na shohin, patjetër po. Anisa po, besoj. Po. Dhe më pas vjen Anisa dhe i the mua ku të kam parë unë ty? Hym në muhabet normalisht si shqiptar që jemi, si je, nga je. Dhe thot Anisa, nuk e di, ndoshta nga rrjetet sociale, them unë, të kam parë te grupi. Po. Edhe më merrdi ai voice direkt. Dhe aty e kuptoj, domethënë rëndësinë që ka një video në rrjetet sociale. Po, unë e kam kuptuar çik më vonë, se për shaka. Po jo, grupi nisi realisht kot. Këto videot me Anisën gjatë karantinës, së Durrës, paktën mund të dilnim. Edhe fillum duke po ca video për qef, me këto dancing, e kuptova unë shumë shpejt që ato s'ishin për mua, Anisa i qanë, unë jo. Edhe pastaj ja një gatim këtu, një gatim aty, sikur fillova duke u bë pak controversial, mendoj. Kjo ishte gjëja, sepse i thoj, unë gjithmonë i kam thënë gjërat siç i mendoj. Nuk është se e kam vrarë shumë mendjen që duhet jem gjithmonë politically correct. Me gjërat që them te faqa ime. Do them realisht mendimin tim të vërtet. Edhe pas që njerëzit reagonin, pastaj një video këtu, një video aty, mbaj mend që kam bërë një video për një tiramisu të një biznesi në Tiranë që s'më ka pëlqyer, aty më ka ftuar një biznes tjetër, edhe doli. Thash edhe një koment për një nga hotelet më të famshme në Shqipëri që nuk u prit shumë mirë nga publiku shqiptar. Dhe ja, unë mora 10.000 followers atë dite. Unë një gjë nuk kuptoj, që jam shumë e sigurt që gjysma e shqiptarëve shajnë atë hotelin. Dhe ja, dhe nuk e kuptoj që pse shkojnë dhe komentojnë aq negativisht te videoja e atij hotelit. Po është ndoshta nga ajo fjalia që kishte thënë që nuk do vim në Shqipëri. Dhe nuk ishte problemi që kam thënë unë s'do vim në Shqipëri për pushimet e mia, që i zgjadhun se ku i bëj. Ishte problemi pse e thash në anglisht, që ta kuptonin dhe njerëzit e tjerë që mos vinin në Shqipëri. Pra, unë e shikoj këtë pjesën të shqiptarët disa herë, e kemi ne si popull që t'i mbulojmë gjërat, mos t'i lëm që të dali nami të njerëzit e tjerë, të mbajmë për veten tonë. Po tani një gjë që do rregullu edhe e bëjmë edhe më mirë. Thjesht besoj që e kupton, kishte shumë njerëz që më mbështetën, po shumica ishin kundra vetëm se thash I'm never coming to Albania again në anglisht. Që do ndikonte edhe për shoqërinë ndoshta të huaj. Unë që t'jenë të lirë edhe ta kenë ndërgjegjen, unë në rregull, po edhe shqiptarët që janë shqetësuar shumë, gjitha audienca ime është shqiptare. Edhe janë femra shqiptare, 68%, se e pash ju më larg se dje. Kështu që pa merak se nuk e kanë gjuhën në një huj. Atë që kam thënë. Ti je një nga përfaqësuesit, më korrigjo mos gaboj, ambasadore e One Young World, po. Po. Këtu më kape pa pritë. Kështu që ti përfaqëson, le të themi, kulturën shqiptare këtu dhe i përcjell ato vlera dhe kulturat tona në mënyra të tjera dhe besoj aty ku duhet. Kështu që kjo nuk vlen fare tek ti. Po. Unë vesha xhubletën në mes të meniut edhe e kam mbajt xhubletën vesh gati 12 orë atë dite në 40 gradë. Kam folë për Shqipërinë. Po si ka qenë kjo historia e meniut? Është shumë e bukur. One Young World është një forum që bëhet për liderat e rinj nga gjithë bota. Shkojnë diku tek 4.000 të rinj nga gjitha vendet e botës. Unë atë kohë punoja për një kompani farmaceutike dhe ata ishin sponsorat kryesor të forumit. Kështu që qa bënin, ata jepnin mundësis 10 veta nga një kompani me mbi 10.000 veta, se nuk po e them numrin e vërtet, që të shkonin tek forumi. Edhe të prezantonin normalisht kompanin, po edhe vendin nga ti vjen. Se në fund fare, po e të fjalë për vendin ku ti... Po, ti përfaqëson Shqipërinë. Unë përfaqësova Shqipërinë, zgjodha të përfaqësoja Shqipërinë. Dhe nga gjithë njerëzit që aplikon, unë isha një nga 10 nga kompania që
e morëm për iniciativat që kisha bërë të kompania, për disa projekte që kisha bërë në Shqipëri për të drejtat e njerëzve. Dhe me shpresën që do shkoj atje të njëja njerëz të tjerë dhe projekte të tjera dhe të silla në Shqipëri. Po, dhe të flisje për Dhe Shqipërinë. të flisja për Shqipërinë. Kjo ishte historia e One Young World. Nuk kam pas shumë mbështetje, fatkeqësisht, nga organizatat shtetërore shqiptare. Çdo gjë që kam bërë është bërë privatisht. Edhe disa nga projektet që doja të silla fatkeqësisht nuk u sonë sepse nuk kisha mbështetje. Debora, përveç angazhimeve tua në punë, në pasionet e tua dhe në krijimin e kontentit për TikTok, unë di që ti ke qenë e ftuar si lektore për një nga universitetet këtu në Londër? Jo lektore. Jo lektore? Jo, kam Folse, le të themi, folse, po. Kam bërë disa herë guest speaker në për klasa të ndryshme. 2 herë ka qenë për digital marketing, edhe për këto mjetet që përdorim tani në marketing, ka qenë e lidhur gjithmonë me punën që kam bërë. Dhe së fundmi kam folë për sportin, se si është të punosh në sport edhe si është të jesh një femër në sport, dhe kryesisht në futboll, sepse nuk ka shumë femra që punojnë në futboll. Unë jam e lumtur që tani futbolli i femrave po zhvillohet, ka marrë një zhvillim të paparë që këtu ka zhvillim tjetër se sa në Shqipëri. Nuk kam shumë dieni për Shqipërinë. Po ka edhe Shqipëria skuadra. E di që ka skuadra, po mendoj që nuk i jepet ajo fokus i dur nga. E di që të duket e çuditshme, po nuk i jepet në shumë vende të botës, fatkeqësisht, po. Sportet e femrave kryesisht. Dalem pak te pjesa ku ke qenë si guest speaker. Si të kanë kontaktuar, si të kanë gjetur? Po nga shkolla, po universiteti ku kam studiu më ftoi. Siç e thash, jemi shumë pak njerëz që punojmë në sporte dhe për më tepër një femër në futboll është e thjesht të më gjesh. Po unë edhe kontakt nuk i kam humbur kurrë. Gjithmonë kam mbajt kontakte shumë të mira me profesorët, edhe ata më kanë ftuar, siç e thash, për guest speaker, po kësa radhë më ftuan që të flisja te një panel me student. Supozoj që do ishte me 20 veta, u bë një panel me 100 veta dhe për herë të parë në jetën time, më shdash që dikush të vide të më marri nga paneli, sepse studentat nuk po iknin. Po, kishin shumë pyetje. Kisha shumë pyetje, po. Shtëpia e Zekatëve. Po. Shtëpia e Zekatëve në Gjirokastër është një vend turistik fantastik. Të gjithë turistët kur shkojnë, gjëja e parë që vizitojnë dhe historia e parë që përballet me Gjirokastrën është shtëpia e Zekatëve. Dhe unë personalisht kur kam vajt në Gjirokastër, vendin e parë që kam vizituar është ajo shtëpia aq e bukur, me ato elementet aq tradicional, me atë sofrën, me ato qilimat, me ato stolat e drurit. Po. Është shtëpia e gjyshit. Është shtëpia e gjyshit. Është një punë shumë e fortë nga familja e babit që janë marrë me shtëpinë, po sidomos Halla Sava që është kujdes gjithmonë për shtëpinë. Është pasuri e paparë, kulturore dhe historike për Shqipërinë. Do doja shumë që kishim mundësi për të bërë akoma edhe më shumë, paktën evente ose të kishim mundësi ta promovonim kulturën shqiptare autentike. Po, e dim gjithë si është Shqipëria, e dim gjithë si funksionojnë disa gjëra të shteti jonë. Me mundim edhe me pozitivitet jam e bindur që do bëjnë ca projekte shumë të bukura të shtëpia e gjyshit. Keni ndonjë plan? Me që po ma përmend? Kështu themi. Apo do t'i lëm surprizë. Jo, unë jam shumë e lumtur që ruan akoma ato traditat edhe që unë kur kam vajtur në shtëpia e Zekatëve kam rëndësi shumë të huaj. Edhe ndihesh shumë krenare dhe të mbushet zemra plot që ata po njihen me kulturën tonë. Edhe ishin shumë kurioz për të dëgjuar, për shifrin çdo cep të murit ju bënte përshtypje se sa e mirë mbajtur ishte, aq vjeçare, sa vjeçare është shtëpia? Shtëpia është ndërtuar nga viti 1811 deri në 12-13. Po. Shumë mbi 200 vjet. Po unë një nga gjërat e mia të preferume, ndoshta është një pasion edhe ky, po se bëj dot shumë shpesh sepse nuk jam në Shqipëri, është kur jam te shtëpia dhe më vjen që të flas me turistët. Edhe kur i thu
unë jam desa e shtëpisë, ato të shikojnë, Po. se nuk ka mundësi domethënë që ti je këtu, nuk ka ndjesi më të bukur, nuk ka gjë që të bën më krenare se sa familja jote edhe rënjët nga ti vjen. Ti si natyrë shumë solare, besoj ke pas shumë thjesht për të shfaqur me imazhin tënd rrjetet sociale. Po për ato vajzat që ndoshta e kanë siklet, e kanë pasion, krijimin e kontentit, po ndoshta e kanë siklet kamerën, çfarë do i thoje? Një këshill. Mos Si ta ta kenë nisin? siklet hiç. Si ta nisin, si ta thyen atë akullin. Unë i them gjithmonë gocave që më pyesin, po edhe shoqeve të mia, që duhet me heq komplekset nga jeta. Çdo barrierë që ti vendos vetes tënde, hiqe. Nuk ka barriera, nuk ka asnjë gjë që ti s'duhet ta bësh. Mjafton mos i bësh keq njeriu, Po. çdo gjë tjetër është okay. Mos ki frikë nga e panjohura ose nga këto mitet që krijohen tek mendja e njerëzve dhe sidomos e ne shqiptarëve. Thjesht be Ndoshta, you, po, domethënë ndoshta thjesht është- vetvetja. Ndoshta është ai parajgjykimi nga komentet që mund të hasen. Ti si ke përballuar? Çe pyet, aman. Se Ke po pas- flasi dursake tamam tani. Komentet ka ditë që jam shumë mirë edhe i lexoj dhe qesh edhe tallem edhe unë me ata. Ka ditë që mund mos jem Të shumë ndikojnë, mirë po. emocionalisht, i lexoj dhe them, ua, po ç'a po I bëjmë vetes time, kupton? Se këto videot i kam postu unë jam arsyeja që vin këto komentet e këshia, edhe filloj ndonjëherë kështu sigur dyshoj pak fare te video, po shumë shpejt e kap edhe them, një njeri që do të nxjerrë mlev, do nxjerrë mlev në çdo formë dhe mënyrë që do gjej, po mu nuk më prek, jo. Përgjithsisht I ke komente shumë pozitive. Të paktën aq sa kam lexuar unë, kam parë që t'japin shumë dashuri. Se I filtroj unë. Çfarë fshihet pas atyre. Po, fshi shumë komente, ka mesazhe që marr që domethënë njerëzit bëjnë një gjykim për jetën time pa më njoh fare, se ata njohin një pjesë të jetës, atë që vendoson për ta nxjerrë në syrin publik. Po, bëjnë ca aludime dhe dalin në disa konkluzione që ndonjëherë më vjen të qesh, ndonjëherë më vjen të qaj, se them si ka mundësi që arrin deri në këtë pikë që të gjykosh jetën e një njeriu tjetër. Njeriu tjetër që ndoshta nuk e njeh fare dhe që rrugët e tua me ata komentuesit nuk jam e sigurt që nuk bashkohen në asnjë pikë të jetës. Si është Debora me shoqërinë? Sa shoqëri ke? Shumë. Besoj ke shoqëri shumë madhe. Po, kam shumë shoqe, edhe shok. Edhe jam e fat sepse nga shoqëria që kam janë shqiptar po edhe kultura të tjera. Kulturat të ndryshme. Kam pas mundësinë që të vizitoj vende që s'ma ka marrë mendja kur që do I vizitoja, të provoj gjëra që ndoshta në Shqipëri nuk do arrija dot, po edhe po t'isha këtu dhe mos të shoqërohesha me njerëz nga e gjithë bota. Edhe mundohem shumë që t'investoj te shoqëria dhe të bëj pamundurën që të kem shoqe edhe shok të mirë afër vetes, po aq shumë sa bëj, aq shumë ndonjëherë edhe kërkoj, edhe I du patjetër shoqet po aq mirë sa vetja ime, dhe ndonjëherë kur nuk bëjnë ca zgjedhje që them po pse ja bëre vetes ta dhe këtë, domethënë kur jemi gjithë në tjerë këtu që po themi ki kujdes. Personat që bëjnë shumë presin edhe shumë, ose presin të kthehet në të njëjtën mënyrë sepse ne nuk e perceptojmë ndryshe. Domethënë ti në momentin që bën nuk e percepton që tjetri të rri dhe mos bëj asgjë për ty. Po, është shumë e vërtet. Edhe e shikoj këtë që njerëzit që kam afër do t'i shikoj sa më mirë. Po, siç e thash edhe unë vetë, njeriu ka jetën e vet dhe ca vendime I merr vetëm ti dhe askush tjetër. Kush është një nga kulturat që ty të përputhen më shumë mendimet ose një shoqe jote, një kulture tjetër, një shteti tjetër? Tani shoqja ime e ngushtë këtu kemi është gjysmë holandeze, gjysmë nga Zvicra. Edhe është nga këto kulturat europiane perëndimore që ndoshta me shqiptarët se di a përputhet shumë mirë, po për mua është perfect, me thënë drejtën. Unë mendoj që unë përshtatem me gjitha kulturat, po, me gjithë. Unë edhe me murin po të flasi gjej gjuhën e përbashkët. Po. Kush është një nga vendet më të veçanta që ke vizituar?
Se përmende që më ka bërë shoqëria të vizitoj edhe vende që s'ta merrte mendja që mund të shkoje. Mendoj një nga udhëtimet më kështu impresionante se të jetës time është kur kam shkuar në Meksik te Jali, te një nga shoqet e mia më të mira. Bëm një kështu udhëtim jemi 4 goca, kemi një shoqëri shumë ngushtë dhe vendosëm që të shkonim ta vizitonim Jalin. Ta shikoje Mexico City që ne kemi patë telenovelat. Mariçuin. Po, ta shikoje Kishte lidhje apo ishte ka shumë lidhje, Ashtu? shumë lidhje. Unë madje isha e vendosur që doja të shikoja një nga këto lagjet si ajo Tipike, që po. jetonte Mariçuj dhe më thanë absolutisht jo. Madje në disa momente kur ecnim, një nga çunat e grupit duhet patjetër që të më kapte për dorë sepse kishe momente që duke qenë bjonde dhe europiane, ishe kështu prime target. ashtu? Po ka qenë experience e papar në Meksik. Mexico City është një nga qytetet që doja rekomandoja çdo njeriu që ta vizitonin, si nga pjesa kulturore, historike, feja dhe çfarë ndikimi ka tek shoqëria, po edhe te kulinaria. Kuzhina meksikane është Po, e di në unbelievable. gjithë që është, Po dhe Besoj kur shkon atje e shijon akoma tamam tradicionale. po, pastaj edhe deti, Karajipet, oqeani. Oqeani, po. Një bukurie e papar. Po është udhtim që duhet bërë edhe ja realisht e sugjeroj gjithë. Dhe sidomos kur i bën këto udhtimet me një njeri nga vendi që ti vjen, Po. se unë kam marrë edhe gjithë shoqërinë time, 20 veta, i çova në Gjirokastër te shtëpia e gjyshit, ulem te ato Ashtu. te divanet atje, edhe nuk ka gjë më Si të bukur. bëre 20 veta, Debora? Po, Bravo. i bëre 20 veta, edhe i kam bën një Si bëre tur. 20 veta bashkë, ne familje dhe nuk bëhemi të gjithë bashkë. Asu nuk e di, është grupi pra. Grupi, se ashtu ka nisë edhe grupi. Edhe i çova në Shqipëri, kemi bën një super tur atëherë nga Kanë qenë Durrësi, komisi të ndryshme. nga Apo të gjithë botë, gjithuaj. nga gjithë po. bota gjithë thuaj. Ashtu. 20 veta, domethënë ishim praktikisht 20 shtete të ndryshëm te ai fugoni, ai shoferi që kemi pas atëherë, nuk e di domethënë çalloj forcë ka pas që na ka çu çdo ditë në një qytet tjetër, nga Durrësi në Gjirokastër, në Dërmi, domethënë çdo gjë e kemi bërë bashkë Ju ke me bërë grupin. tur në të gjithë Shqipërinë. Po, edhe e themi gjithmonë, udhëtimi që kemi bërë në Shqipëri është i paharruar se ishte udhëtimi i parë që bënim gjithë bashk, po edhe mënyra e organizimit Po, grupi, ishte normal. papar. po ja them vetes këtë. Nga të gjitha këto udhëtimet që ke bërë, kush mbetet vendi më i dashur për ty? Po Londra patjetër. Çfarë është kjo pyetje? Si e shef Londrën? E shef si shtëpi apo e shef si një vend që ti do shpenzosh një pjesë të jetës tënde pastaj do kthehesh? Kjo pyetja më ndjek gjithmonë, nuk e di asun. Nuk e di akoma. Po, di të them që për momentin është një shtëpi. Një nga 2 shtëpijat. Unë e dashuroj Londrën, as nuk diskutohet. Jam shumë e lumtur edhe them gjithmonë që jam shumë e fat që kam pas mundësinë për të jetu shkolluar. këtu, edhe për të shkolluar, po për të jetu mbrapa këtu dhe për t'i marrë gjithë të mirat të qytetit. Jam mundu me timen të bëj çdo gjë, të shkoj në çdo vend të Londrës, nga vendet më të këqija ndoshta që janë shumë safe, deri tek vendet më të bukura që i njohin gjithë në Instagram. Edhe nuk e di nëse do vi një moment që mund të largohem nga Londra, po të më pyesësh tani do Për thëja jo. momentin e shef si shtëpi. Për momentin. Po, you never know, se mendoj që nëse do të kryesh një familje, nuk është qyteti i dur për të kryer familjen. Edhe ndoshta e them disa njerëz do mërziten, po se besoj që do doja për shembull unë të rris fëmijë te ky qytet. Kështu që tu pastaj bie pak në konflikt me veten time, Po, edhe çfarë dua të bëj. E mendon Londrën apo Anglinë si një vend që nuk do të krijosh familjen tënde? Londrën. Po, the countryside është amazing, po unë s'do doja që të jetoja në countryside. Një nga dilemat tona kur ishim duke parë për shtëpi, time dhe të Arditit, bashkëshortit tim ishte kjo, sepse ne jetonim në Londër dhe kur po shikonim për shtëpi, unë isha shtatzan, edhe ishim një dilemë shumë e madhe.
kemi bërë viewing për 1 vit rresht, sepse nuk e ndani mendjen. Kjo e mirë, po kjo lagja kështu, po popullsia këtu kështu, po ashtu dhe si përfundim vendosën të jetonim St. Albans. Po St. Albans është super, është Po, qytet shumë i bukur. Është një nga zonat më të mira, mendoj unë, është si qytet turistik dhe është shumë safe. Kështu Po. që kjo dilema do të ndjeki shumë për shumë kohë. Edhe unë këtë problem kam, sepse mendoj, për momentin unë mendoj për Deborën, edhe qa do Po. Debora, dhe Debora për tani, Po. do që tjetë në një vend që të dali edhe deri në 3 natës edhe 4 natës, edhe kur kthehet në shtëpi tjetë prap safe, Po. edhe mos të duhet me pagu një Uber me Po. 100 pound, po ti të arrin shtëpi, domethënë për punë 10 çerë kohë, Edhe 10 kjo minuta jeta çerë urbane. kohë. Patjetër. Po. Unë duhet që kur dal nga shtëpia të ecin këmbë, edhe ti Po. kem gjithë gjërat aty afër me shtëpinë Tani time. mendon për Deborën, por kur të bësh familjare më beso. Mendoj që po, nga çka kam pa, po kur të vi Prioriteti koha. është, po, prioriteti është fëmia. Si E, ke nuk e di, plan? jo, nuk ka plane, jo, zero Po plane, ngacmoj. jo, sidomos për fëmijë, jo. Dëshirën e ke, besoj. Apo jo? Nuk e di, po kjo do një podcast tjetër. Okej, e lëm. Doja të më përshkruaj pak gjithë rrugëtimin tënd me një fjali. Si ka qenë Debora 18 vjeç kur la Shqipërinë për të studiuar këtu dhe kush është Debora tani? Një fjali do ishte shumë e vështirë, Me shumë si çdo grupi. po me shumë, do thoya që është fiks, e thash të më përpara, është fiks jeta Që ti e ndërroje. që unë ndërroja, që unë e kam, Pra ti e kishe vizualizuar jetën tënde që 18 vjeç kështu siç je sot. po, e vetmja gjë që nuk e kam arrit akoma për ta përmbush është t'jap mësim, po pak më shumë se këto leksionet e vogla Po. që kam thënë. E ke Se pas gjithmonë e kam mendu veten time, edhe duke bërë këtë. Po për gjithë gjërat e tjera, mendoj që është fiks ajo çka kam dashur kur kam qenë e vogël, që është bërë tani. Për më mbrapa nuk e di, edhe unë e kam edhe si tip motoje te jeta ime, që merre jetën ashtu si të vjen, Si t'vjen. edhe mos e stërmendo asgjë, sepse sa më shumë vendosh ti, aq më keq bëhen gjonat. Po, Kur e je e vërtet. lirë edhe i pret gjitha ndryshimet me atë të panjohurën që vin, çdo gjë të shkon më mirë. Të kesh jetën që ke ndërruar, kjo është besoj një nga gjërat më madhore në jetë. Të bëhet ëndra realitet dhe unë besoj që ti ke guxuar shumë, nuk të ka ardhur asgjë nga hiçi. Dhe ja ku je. Jo, edhe nuk më ka ardhur nga hiçi dhe kam luftu Po, ke pafundë. guxuar dhe ke luftuar shumë. Se për ka të pas qenë ditë shumë të vështira dhe shumë të mërzitshme, po që life goes on. Po. Dua ta përmbledhësh me një fjali, çfarë do i themi ndjekësve? Të guxojnë, të Ndjekësve, luftojnë, po, mos ndihen inferior, kush është ajo këshilla që ti e thua gjithmonë te shoqet e tua ose të heqin barrierat, të thon po për çdo gjë që i del përpara, të e tham. po, dhe më kryesorja, që e kam dëgjuar së fundi nga Michelle Obama, te podcasti që ka bërë te Call Her Daddy, është koha për të dëgjuar dhe për të mësuar nga zgjuarësia e grave më të vjetra. Të vjetra. Se ka gjithmonë një gjë për të mësuar nga njerëzit që e kanë bërë një rrugtim përpara Pra mos teje. kenë atë stereotipin që kohët tuaja kanë qenë tjera, kohët tona janë të tjera. Jo, ka Dhe gjithmonë një gjë për ti të je mësuar. shembulli më i mirë i kësaj, sepse ti je udhëzuar gjithmonë nga gjyshja dhe nga mamaja jote dhe ja ku je. Me ëndrat në sirtar të bëra realitet. Po, ndoshta edhe për ato të dyja në disa raste. Më bëhet shumë qefi. Shumë faleminderit që të kisha sot këtu. Faleminderit edhe ti, je shumë e mirë. Faleminderit shumë. Dhe ju faleminderit që na ndoqët.